Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Hello miq, besoj keni kuptuar ku ndodhemi. Unë e quaj shtëpia pushimeve. Kemi ardhur në fshat tek mami dhe do kalojmë ditën këtu bashk. Sot kemi vendosur të rrim këtu përpara shtëpisë sepse do bëjmë më pas edhe grill, do t'ju tregoj më pak më vonë. Jemi të gjithë, mami, Marko, Ri, Bato, Hekri. Hekri është duke folur në telefon faktikisht dhe mund ta dëgjoni. Ja t'ju tregoj pak disa gjëra. Përshëndesim Rion. Të shikojni sa janë rritur këto bimët medicinale, erzat që kanë këtu. Ky është pusi, sigurisht, dhe këtu kemi bërë kampin e Batolinos. Ja kemi vendosur të ngrohet uji, ajo lodrare dhe këto këtu. Këtu kemi zdrajot, aty do bëjmë barbecue më vonë, kemi vendosur të çadrën. Dhe ja, kemi vendosur dhe dy tjera. Ja ka hapësirë edhe sipër, është terraca. Është terraca me pamje shumë bukur dhe këtu është balkoni që po thahen rrobat dhe që këtu besoj do ham më vonë, do shohim. T'ju tregoj disa nga gjërat që kemi marrë për të gatuar sot. Kemi mish fileto, qofte, suxhuk, pas në ngrirje dhe të gjitha janë nga Gjakova që i kemi marrë. Dhe dita është e mrekullueshme, besoj që do kënaqemi shumë. Këtë varsën e kam pas vlerë para 3-4 vitesh. Edhe vendosa Dai, metti un dito. Ta. E kemi lënë batën pa pampers, më falni se u hutova. E kemi lënë batën pa pampers sot këtu. Me kafe, mendova se të kishte bërë. Edhe i pas ka derdh kafen mamit, mendova se i kishte bërë urinën. Buono? Buono. Lui adora il caffè. Glielo ha insegnato la mamma. Oh tu, ok. Marko i pas ka mësuar kafe në Batos dhe unë nuk e dija kush se sa dëgjon të kafe afroj. Pas ka mësu këto. Ja i kemi varë dhe rob dyshanin gati. Dhe kështu nuk e di ku e lash mohabetin shpar, po që paka shumë. Po ule mirë këtu. Okej, e rregullova. Paka shumë këto do kënaqemi dhe do kalojmë ditën pak më ndryshe sot. Kemi marrë gjithashtu dhe perimet. Sot do jetë në krye të detyrës Hekri për sa i përket grillit. Po don kafen e Markos, e shikoni. I capricci no, no. Më thot Marko që sa ka qenë vetëm me Markon dhe me mamin, është sjell shumë mirë dhe nuk ka bërë asgjë. Tani që kemi ardhur ne, bëm pak këto për të marrë gjërat, llastohet. Gjithë më thon kështu dhe Ola më ka thënë kështu. Si, edhe Ola më ka thënë që bën një ta gjëra, jemi duke qesh me Baton që shkon cep në cep. Si, është momenti i dushit. Këtu janë akoma në punime sipër dhe nuk doja të tregoj se s'kemi mbaruar. Këtu është apartamenti që kam ndetur vjet, kush e mban mend. Dhe jemi duke ecur, vazhdojmë. Këtu është magazina dhe ta-ta! Është bërë struktura për pishinën, por nuk kam mbaruar, kështu që kam vendosur një pishinë të përkohshme, siç e shihni. Dhe gjithashtu këtu është mbjellur komplet bari i ri dhe pastaj pemët dhe poshtë vazhdon pjesa të treguara për te janë dhe vazhdon pjesa e shkalla e parë që janë disa gjëra tjera të mbjellura dhe pastaj pjesa e fundit fare që është dhe koteci i pulave që është super luks me pishinë dhe të gjitha. Pra siç thash, pishina është work in progress dhe nuk arritën dot ta përfundojnë, është bërë struktura, siç e shihni dhe është vendosur ajo momentalisht që ne të lahemi, ndërkohë do t'i tregoj këto çfarë po bëjnë. Po eksploron dhe ndërkohë unë po kthehem. Ato është duke fjet gjumë, se atje në qerdhe e kanë mësuar që të flej 11:30 dhe nuk e di pse. Duke qenë se ai në 12:30 duhet haj dhe pastaj të flej, po anyway.
Po kthehem këtu tek baza të marr pak diell. Filluar përgatitjen e mishit. Hekri po e pret dhe po e marinon me krip të trash. Asë tjetër. Letë që po. Që ka akoma pak e ngrirë. Po, se kemi pas të puar, si të me gjithi letë në përë. Si të lepo i të shtë. Okej, ja. Ka vajzë. Po i vendosëm këtu. Kjo është fundi, kjo është mesi. Ja, po ja u shpjegon dhe nga pjesa anatomike. Okej. Kjo e që pak të Pra, po e marinoj me krip për largimin e ujit të tepërt. Pra, ka qenë në ngrirje dhe ky është pak problemi, po do e zgjidhim. Po shikojeni kush është këtu gjatë gjithë kohës në... Shikojeni ama, shikojeni. Jemi... Si ho visto? Mi sta... Po më tregon Marko që ka vendosur ujitësit këtu dhe jemi duke shkuar... Upa! Io già non sono Orio! I ka zurë. Orio! Marco, ma è diventato bellissimo. Këtu që kam bërë shumë bukur se shife sa lule pas ka. Dhe ky është fiku. Fico, adesso ne sta buttando tantissimi. Bene. Do jem shumë e gëzuar unë që vdes për fish dhe Rio. O heka Rio, u fut diçka. Kontrolloja pak lutem. Vllënzat që kanë. Dhe tani po shkojmë për të marrë kajsi. Shkoj. Kajsit që merr Bato dhe ha. O Marco, ma ha fatto tante. Beh, è un albero che ha un anno. Marrë një. Edhe marrë dhe një këtu poshtë. Dhe këto i ka ngrënë edhe Bato. L'hai visto? Sot. Quello delle more l'hai già visto? No. Quante ne ho? Tani po shkojmë çfarë ka tjetër t'na tregoj. Na ferat që është plot sot. Dhe këtu është koteci. Është full. Aty është pishina e pulave. Do ke Questo do marrësh edhe zoj. Po më tregon Marko se çfarë do jetë shtesat e reja këtu, por që ka bërë shumë bukur se përveç se gjelbërimi, bari, pemët, por që ka bërë realisht shumë bukur. Dhe Marko do shtoka dhe zogj të tjerë. Këtej nuk kalojmë sepse ju shpjegova pak më parë nga bari. Tani të shkojmë të shohim se ç'a ndodhi me Rion, se më duket ka shkelur një grerës. Duket se pickoj gresa sepse i hoqëm një pjesë, një si thumë që kishte. Dhe tani ja disinfektuam dhe tani është shumë me putër në ajër. Shikojnë. Amo Rio. Se vazhdon dhe nuk ndihet mirë, pastaj fryhet e të tjerë se po lexonim online ChatGPT, do ta çojmë te veterineri, po shpresojmë që jo, se ja hoqëm pastaj me pincë atë fijen që kishte tek putra. Nuk e di, thash hek gjitha gjërat këtij ti ndodhin sa herë bëm diçka ndryshe, i shkreti. dorme un po' troppo, mi sa. Overcame all my hard times and demons. Trust me, it wasn't easy. My greatest flex is knowing I'm blessed beyond my achievements. If I die today, my brothers pick up wherever I leave, but I'm good. The fam straight, my girl straight, then I'm straight, so let's get it. It come to fees, you come to free, and Master P is no limits. Growing up, my mama told me, watch these hoes and these women, they come and go, so when you blow, you gotta hold your position, that's what they pay me for.
Është pjesa e grillës. Ja ku kemi edhe pak aceto këtu. Uj, kola dhe biberonat e Batos, ndërkohë mami tallet me mua. Po nice. Day later. Përshëndetje Ekar. Arrapisan prindrit nga fshati Bato. Kolumbasit, Publikoj njoftimin ku I kam prindrit. prindrit stadium. Sa po lam Baton tek mami. Dhe sot do jetë herë e parë që Bato do flej pa ne. Kështu na urojnë fat. Kryqëzoni gishtat për ne. Se kur e lash te mamuti ndodhi ç'a ndodhi, u detyrova u ktheva. Kështu që o zot, inshallah qëndron. Jemi duke I drejtuar stadiumit Erol Benja për ndeshjen Shqipëri-Serbi. Forca! Keq. Është hera e parë. Një bresh në rrugë. Sot kalon vitin tjetër. Bo, shko kafe. Shpëtimi. Pa ju do të kalonte nga ana tjetër. Lëre mbar aty. Shive, ja fut. Teknologjia. Okej, ja futi breshka vrapit sikur që po ndodhte. Si ishte bresh. Gjithsesi, siç po e thoja, është hera e parë që shkoj tek stadiumi Erol Benja për të parë një ndeshje dhe çfarë ndeshje miq. Domethënë, nuk e di sa njerëz kanë ardhur shqiptar të Kosovës, Maqedonisë, nga jashtë shtetit për të parë këtë ndeshje. Do shohim se si organizohet brenda, se si çfarë bëjnë, çfarë ndodh, çfarë nuk ndodh. Dhe le të shpresojmë të fitojmë. O bobo, kjo rruga gjithë kropa. Po dolëm nga parkimi I xhamisë madhe, këtu arritëm të gjejmë vend, sepse gjithë pjesa tjetër, bloku I pallateve rreth Erol Benja ishte komplet I bllokuar dhe janë shumë tifoz, sidomos shqiptar Kosovës që janë me makinat, veshur me bluza, ne jemi veshë zi, na mungon një detaj I kuq. Brektikat kuqe do tek. Jemi këtu në Somavinen Station për të pirë diçka përpara se të drejtohemi atmosferës, sepse jemi shumë herët. Besoj dëgjoni, nuk e di, në sfond janë me daulle, me tupana, duke kënduar. Atmosfera shumë e bukur. Unë ndërkohë kam lyer thonjt me këtë ngjyrën që kam treguar para na 2-3 vlogjeve dhe duket shumë verore, shumë cute. Duket atmosfera këtu, gjithë kuqezin, shesin edhe produktet. Unë bleva një kapele me FSHF, doja të bleja një plis, po ishin shumë cheap edhe nuk I mora, lërë që I shisnin 10.000 lek të vjetra, 10 euro më duk shumë shtrenjt, mora këtë kapele më 5 dhe kontrollet janë shumë trepta, si që shihni. Ky është kontrolli I parë që bën dhe kishim veç vajzat, veç djem dhe të kontrollonin në imtësi. U detyruam karikusin dhe lapsat që kisha, shkuam t'i lejm tek një vend që njohim, sepse ishin gati duke me I hedh dhe isha karikusi origjinali I iPhone-it, s'kisha ndërmend. Tani po pres hekrin këtu, ndërkohë shumë vap, djerset vu. Jemi në kërkim të hyrjes tonë. S'kisha kohë pa parë ka shumë njerëz veshur kuqezi, s'kam parë ndonjëherë, më them drejtën. Edhe fara shiskan. Edhe fara shiskan. U futëm. Ishte shumë vap, rrallë, shumë vap. Po, më në fundë futëm. Tani, ja ku jemi këtu. Ja.